Policia ka finalizuar fazën e dytë të operacionit policor të koduar koordinimi, duke lokalizuar dhe arrestuar autorin e dyshuar të një serie vjedhjesh të kryera nën kërcënimin e armës. Si rezultati i hetimeve të thelluara dhe informacioneve operative, shërbimet e Komisariatit Policisë Kurbin, Lezhë dhe Mirdit, në bashkëpunim me seksionin e mbështetjes operacionale të DVP Lezhë dhe DVP Tiranë, bën të mundur kapjen në Tiranë të shtetasit Emilian Nikolli alias Emilian Leshi, 30 vjeç, banues në Mamurras. Gjatë vitit 2025 dhe muajit janar 2026, 30 vjeçari dyshohet se ka kryer 11 vjedhje, nga të cilat 7 nën gërcënimin e armës, përfshirë vjedhje në 2 karburante, një dyqan dhe ndaj 4 taksistëve, ku dyshohet se ka përdorur një pistolet loader. Po ashtu, ai akuzohet edhe për 4 vjedhje të tjera në markete dhe banesa, djegje të pjesshme të një automjeti në Tiranë, si dhe për kanosje me fjalë ndaj ish vjerrës së tij. Në momentin e arrestimit, 30 vjeçari ndodhej në shoqërinë e shtetasit GD, 42 vjeç, banues në Tiranë. Gjatë kontrollit të banesës së këtij të fundit, policia gjeti dhe sekuestroi armë gjahu, fishek të kalibrave të ndryshëm dhe një aparat celular. 42 vjeçari u procedua penalisht për veprat penale, mbajtja pa leje e armëve të gjahut dhe mbajtja pa leje e armëve dhe municioneve. Policia vijon punën për kapjen e shtetasit me iniciale AL, i dyshuar si bashkëpunëtor i 30 vjeçarit, si dhe për dokumentimin e plot të veprimtarisë kriminale. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë për veprimet të mëtejshme.